avokat, jemi përballë një momenti ku Velia qoftë edhe i penduar, jo luftë politike, por në kuptimin e një hakmarrje ndaj asaj që e konsideron të palishme dhe të padrejtë ndaj asaj që po i bëhet. Dhe për mënyrën se si e trajton veten, ai e shpall gjithmonë veten si një viktim apo të burgosur politik. Është mbrojtje PR-i, pastaj mos u fut ke propaganda. Propaganda është shumë e thjeshtë, mbrojtja e PR-it, që unë jam i pafajshëm, jam një person që po sulmohet politikisht, se ai djali punëtor që ka drejtuar bashkinë. Këtë bëri Berisha, këtë po bën Meta, këtë po bën edhe Meta, edhe Velia nxënës Berishës ngelen gjithmonë. Edhe Rama, vetë po prapë nxënës i Berishës është. Problemi nuk është ky. Problemi është a do të ngrihet Velia në nivelin e njeriu qytetar, i cili për të luftuar një të keqe të madhe, që presupozojmë që është kryeministri Rama dhe qeveria e tij e korruptuar, do të sakrifikohet, edhe do të dalë dhe do të këndojë, apo do të tregojë, apo do të kallëzojë, apo do të informojë në raport me ato që ai di. Dyshoj shumë kjo gjë, dyshoj që zoti Velia. Po pse dyshon? Ndërkohë që se nuk ka staturë morale të atill me fjalë sa për të bërë një veprim tjetër, është një veprim që kërkon moral shumë të fortë, ose kërkon urrëtie shumë të madhe dhe trimëri. Ai nuk ka asnjë nga këto gjëra. Ai nuk ka asnjë nga këto gjëra, dhe di pse gjithë ato njerëz që janë, po të kthehemi dhe të shikojmë në 35 vjet demokraci, çdo pushtetar i lartë i cili është ka shkuar në një proces ligjor, gjithmonë është kapur me thonje, me dhëm mbas pozicionit politik si një lloj mburoje kundër çështjes ligjore që ai ka pasur ngarkim. Zoti Velia nuk bën përjashtim, nuk njoh, të paktën në memorien time, dy kolegët mund të më korrigjojnë nëse kam gabim, nuk më kujtohet në një shtetar shqiptar, do drejtues institucionesh i cili ka dhënë dorëheqjen kur ndaj tij ka filluar një procedim penal. Askush. Do të pas drejtues institucionesh që kanë vazhduar ta ushtrojnë funksionin nga arresti në shtëpi. Kështu që pse? Vetëm Ilir Usmali ka dhënë dorëheqjen për një çështje të vllajit të tij, një përgjigje që ishte një lojë për princip, nuk ishte për princip, një lojë brenda PD-ja, brenda luftës. Ishte çështje ngarkim ti, ishte ndaj vllajit. Do të është nivel shumë herë më i lartë. Vetëm ai s'ka raste të tjera. Kështu që zoti Velia, si çdo njeri tjetër që është marrë me politikë Shqipëri dhe që ka arritur në pozicione drejtuese politike në shtetin shqiptar, do përpiqet të ruajë të veshjen politike. Dhe kjo është shkaku dhe pse çohet çështën në gjykatë kushtetuese, për të ruajtur pafundësisht të veshjen politike, se i duket si një lloj mburoje në luftën me drejtsinë. Që zoti Velia të shkojë dhe të bëjë të penduar në drejtësisë dhe të tregojë gjithçka që ai din apo për aq sa ai mund di në raport me shkeljet apo korrupsionin e qeverisë Rama apo të Partisë Socialiste apo të anëtarëve dhe drejtuesve të Partisë Socialiste, do duhet që ai të heqë dorë nga çdo lloj ëndre që ka dhe për të ardhmen për të qenë një pjesë e politikës shqiptare. Pse? Sepse në moment që ai do të bëhet i penduar është një person që pranon dhe fajsin për ato që ka bërë vetë. Ti nuk mund të pendohesh për veprat që kanë bërë të tjerët pa u penduar për veprat që ti ke bërë vetë. Dhe i penduari pranon fajsinë e vet të parën, pastaj fillon dhe deklaron gjithçka që e njohin që ai ka bërë. Pse mos marrim këtë variantin tjetër që u përdor kundër Veliajt me këto dosjet anonime? Ky është mo Veliaj pastaj. Këto janë skema për të goditur kundërshtarin politik që mund t'i bëjë kushdo në Shqipëri. Po nuk është më Veliaj që vepron në vetë parë si i penduar i drejtësisë shqiptare. Jo i penduar, por nga ana tjetër një njeri që do të hakmerret politikisht të bëhet dëshmitar, kallëzues. Këtë mund ta presim në çdo kohë. Si kallëzues. Po jo se Rama ka marrë parasysh të skenar. Por kjo nuk i jep vlerë politike më zot Veliaj. Fakti që Rama e shkarkoi, unë mendoj që ka marrë parasysh edhe këtë skenar. Nuk besoj që unë nuk e shikoj kaq larg pamës Ramën. Unë mendoj që jo, nuk besoj që gjithçka ka që jo, nuk është besoj që është rastësi. Jo, nuk po them që është rastësi. Pra nuk është thjesht një rastësi që e shkarkuan se duhet shkarkuar. Njerëzit me të cilët ka punuar dhe din fare mirë se çfarë lloj speciesh njerëzore janë. Po, ajo po. Këto lloj njerëzish nuk do ta bëjnë këtë veprimin. Ajo po. 1 2 3 4 5 6 7. Ka dhe një valvur tjetër sigurie. Fakti që ka shumë vite në pushtet si kryeministër, si njëri që ka shumë informacione, ka shumë agjenci zbatuese që i kontrollon, që i njeh. Unë besoj që ka dhe valvula të tjera sigurie. Nuk besoj që Rama ja lë gjërat spontanitetit. Pra, gjithçka Velia u zgjua Velia sot, i doli kundra, u zgjua nesër. Ka qenë njeriu dytë më i rëndësishëm, më i fuqishëm i vendit. Por ka një gjë, procesi i ndarjes së tyre ka filluar këtu para 3-4 vitesh. Pra nuk është një proces Velia do të varet. Filloi.
Ajo ka qenë batuta, po ajo ka filluar. Ajo është batuta ka filluar te 5D-ja. Do të gjejmë një kompromis për atë. Ajo ka filluar te 5D-ja. Që në momentin e arrestimit të 5D-s ka patur një ftoje të dyve. Rama i ka retushuar fotografitë, nuk e takonte, nuk e ftonte në aktivitete, pra nuk i dhe asnjë gjë. Kohët e fundit pati një zbutje të dyve. Por deri para 2-3 muajsh para arrestimit, pak kishte një periudhë kohë, një vit. Nuk e takonte, pastaj e takon qytetin studentin. Ishte një ngrirje e madhe e raporteve të dyve, pra kjo nuk Unë kam parë këtë historinë. E reja që donte të shkallmonte në thojza të vjetrën. Pra, unë e kam parë këtë historinë e Erion Veliet e të Lulzim Bashës, jo të frymzuar negativisht. Pra se jo çdo gjë e bërë gjatë kësaj periudhe kohore, domosdoshmërisht sepse ata ndihen të humbur, pra ka prodhuar negativitet. Po unë e kam parë domethënë si e reja, pra këta dy rjosh që donin të sfidonin politikanët e vjetër, në një anë Sali Berisha, në krahun tjetër Edi Rama, sepse në kalkulimet e tyre, sipas mendimit tim, nuk kishte më kohë efektive politike që ata të prisnin domethënë që këta të bien vetë nga pushteti, qoftë Rama, qoftë Berisha. Dhe e dyta, forcat e jashtme. Pra ju mos besoni domethënë që tek këta dy njerëz, te Velia i të paktën, nuk ka pasur një lloj angazhimi, investimi nga ana e strukturave të jashtme, lobimi, ai shkoi takoi Nancy Pelosin. Se duket pak ty, domethënë kryetarja e Kongresit Amerikan. Nancy Pelosi e takoi Erion Velia jo burr tani. Do të thotë që ai kishte një takim i fortë. Ka pas një Erion Velia ka pas një investim, një background nga pas. Dhe këtë lloj background i mos mendon domethënë që Berisha dhe Rama nuk e dinin se çfarë ndodhte në oborrin e tyre. Dhe ky debati që vazhdon akoma numri 2, numri 3. Ore, te PD-ja dhe PS nuk ka numër 2 më burr, nuk ka pas ndonjëherë numër 2. Aty ka vetëm numër 1, ka një 500-600 vende bosh. Është sistem binar. Dhe pastaj mund të jetë në një orë aty. 1-0. Po, e kupton domethënë lejeni këtë historia, numri 2, numri 3, numri 5, s'ka aty aty është Berisha, Rama, dhe sa duan ata të shikojnë vështrimin e tyre, dik poshtë. Ka një gjë. Ama ta mbyll tani si bisedë. Për këtë debatit, ta bëjmë ka diçka. Nuk është se e kemi thënë ne është numri 2. Jo, se thash për ty mo. Jo, e them në opinionin publik, e kam në opinionin publik. Pra, diskutimi ka qenë këtu që parimi ka qenë kushme të Bashkinë Tiranë, automatikisht ishte pretendenti i mundshëm për të qenë logjika. Numri 2 dhe më pas për të konkuruar si numri 1. Po, sepse këtë e la si Idi Berisha. Po Berisha e la gjithmonë, si tha e la litarin varur, prap. Por ka e bëri kryetar bashki, atë kryetar PD-ja, po i la litarin varur. Për mua nuk krahasohen Zoti Basha me Zoti Velia. Po nuk po e krahasoj, unë po shikoj rrjedhën politike të secilit. Si ambicien e kam pas të dy. Po ka një gjë. Zoti Basha i arriti deri diku. Unë sigurisht një gjë, nëse Zoti Velia do kishte mundësinë të ishte deri sa shkoi Zoti Basha, të orët e gjysmë e Zotit Basha, unë sigurisht një gjë që Zoti Velia do ta zhdukte Ramën politikisht. Po pra, po do duhet të ishte PS-ja në opozitë, jo në majorancë. Po. Sepse ne po flasim në terma ndërsa Zoti Velia nuk e pati dot atë mundësi për të shkuar larg sepse PS-ja dhe Rama fitoi zgjedhjet. Avokat. Po unë insistoj te teza ime. Po. Unë nuk besoj që kjo është një goditje nga Rama. Zoti Velia në rastin më të keq mund të jetë një kurban, rasti më i keq, një kurban për administratën e re amerikane. Po jo. Rasti më i keq. Por nuk besoj që Zoti Rama nga mbrapa, sepse Zoti Veliaj, ndryshe edhe nga shumë elementë të tjerë, nuk ka qenë asnjëherë një pol aq i fortë sa ti rrezikonte Zoti Rama pushtetin. E ke gabim. Në asnjë moment. Po, sepse Zoti Rama e ka dominuar Partinë Socialiste. Nuk ka patur fare, dhe mbi gjitha Zoti Veliaj e mbylla, por 2 vjet, 2007 do ishte i papunë. Pra Zoti Rama e merrte mund ta degdiste edhe një ministër pa portofol atje, të kishte 5 veta në punë dhe mos bënte dot asnjë gjë. Pra ka qenë i varur totalisht nga Zoti Rama. Po prandaj shiko oret. E nisë me grupet armiqësore avokat. Po pra grupet armiqësore po ma elaboro këtë. Tani te grupet armiqësore që të thash një tjetër, që i ka thënë Edi Rama dhe unë thjesht po e shtjelloj, është se 2021 prishi një lloj rregulli të vendosur në, le të themi, këtë politikën tonë. Pra, 8 vjetin qeveri, 8 vjet unë. Në momentin kur u prish ky rregull, u prish si për opozitën që ngeli opozitë, po si për majorancën që do rritet edhe 6 edhe 8 vite të tjera. Se ky është kalkulimi.
Dhe ai që ishte numri 2, po themi, që për mua ishte numri 202 apo 502, sepse Luka aty, po ta marrim që ai ndronte që ishte numri 2, le të themi, ai e shikonte domosdoshmë që koha efektive e tij politike nuk qëndronte më, sepse 45 do shkonte 52 vjeç, derisa dilte po e marrte mirëqen sikur në 2029 të PS-ja do binte nga pushteti. Po dhe 8 vite të PD-s do shkonte 2020, nuk kishte kohë efektive që Herion Veliaj të bëhej kryeministër, duke qenë 50 vjeç, do ishte 60 e kusur. Kjo nga ana teorike politike. Kurse unë them, gjithmonë i qëndroi des që Herion Veliaj dhe Ilir Meta janë dy kurbanët e reformës në drejtësi o zotëri. Këtu dole. Pra, është instrument pra dole e kryeministrit, jo amerikanëve. Duhet të bësh një analizë proveniencë më herë. Duhet të bësh një analizë jo kaq të holl, po sadopak dhe sipërfaqësore, duke parë çfarë ndodhi me reformën në drejtësi 2015, 2023, 2024, për të kuptuar thelbin e gjës. U nis në një mënyrë dhe u bidis në një mënyrë tjetër dhe do duhet dhënë llogari për ata që kanë dhënë para për këtë reformën në drejtësi. Dhe nuk dilnin llogarit në 2022-2023, se s'kishte njerëz të cilët ta justifikonin paranë e hedhur dhe reformën në mënyrën se si ishte bërë kjo reformë. Do duheshte të dilte një Ivo Sanader, si në Kroaci apo si në Rumani, një president, me patjetër me qëllim, si thuash, t'i hidhet popullit kafshata me të cilën ata të mund të merren. Dhe nuk mund të ishte vetëm nga njëri krah, do ishte nga dy krahët. Do ishte dhe nga njëri krah i opozitë u bë Kurban Ilir Meta, dhe në krahun tjetër u bë Herion Veliaj, dhe si Berisha dhe Rama në të dyja polet e tyre ndihen të kënaqur sepse kanë ngrënë bijtë e tyre për debat politik. Për debat me Nardin. Pra me këtë logjikë që thot Nardi, i bie që dhe Berisha ka aksionet e tij në SPAK. Po sigurisht më. Po si? Sigurisht i ka. Po ti e ke parë Berishën që thotë domethënë Janja 4-5. Këtu jam Janja 4-5 po jo të zotin Bilinçi. Okay, bravo, ke drejtë. SPAK kontrollohet nga amerikanët, zotëri, nuk e besoj që Berisha ka aksione në SPAK. Dakor, deri diku mund ta quaj për Ramën, se është kryeministër, po që të ketë Berisha aksione në SPAK, të ketë njerëz të tillë, kjo më duket tani. Të kundërshtoj unë tani kur u zgjodh Altin Dumani. Dakor, kundërshtoj, po. U zgjodh 5-4. Ki kujdes sepse do të vinte replika nga njerëz të tjerë. E kuptoj atë unë, prandaj druhem kë historisë, dhe po mundohem domethënë që ta mbaj. Unë them janë amerikanë. Dakor. Nuk me kokë dhe me këmbë janë, po 5-4 doli vendimi i Altin Dumani. Pra, do të thotë që 5 ishin amerikanë dhe 4 ishin shqiptar. Tani do të thotë që ka aty shqiptar. Do të kundërshtoj Rezarti, se Rezarti është i tezës që pas pakut janë amerikanët, jo Rama. Nuk thash të ku, nuk thash ka dhe ca shqiptar, më. Ka dhe ca shqiptar. Jo, ti dhe që është dhe Berisha aksioner. Ca shqiptar. Dhe këtu Nardi ka të drejtë. Ka të drejtë. Si është dhe Berisha aksioner në SPAK? Atëherë, do më lejoni të bëj një shpërndarje fare të vogël të vëmendjes? Sa duash. Okej. Diferenca ndërmjet PD-s dhe PS-s ishte që PD-ja kur e mori kandidatin për kryetar partie, e zgjodhi ai zotëria, tha ky do bëhet kryetar partie. Ne kishte kultivuar si kryetar bashkie dhe nxori dhe bëri kryetar partie. Në PS ka ndodhur një fenomen tjetër, që s'do të themi një sekond mbrapa në kohë, diku nga 2003-2004, zoti Rama bëri gjithçka të mundur për të minuar pushtetin e Fatosnanës. Te arriti. Po. E megjithatë, kur u vendos që të zgjidhej zëvendësi ose pasuesi i Fatosnanës, ky i fundit nuk u zgjodh dot pa miratimin e Fatosnanës. Që të kthehemi ke kongresi i famshëm i PS-s në cilin zoti Rama është zgjedhur kryetar partie me Gramosin. E humbi votimin e parë. Ai kongresi në kongres u humbi platforma Rama, do thotë humbi. Nga do heqën Gramos Rus. Që ajo që unë duhet të bëj, që do bëj si kryetar partie dhe pastaj fitove kryetarin e partisë. Nuk mund të fitosh kryetarin e partisë kur të kanë rrezuar çfarë do bëj si kryetar partie. Kështu që në Shqipëri nuk ka ndodhur, unë nuk mbaj mend një rast vetëm, në cilin një kryetar partie të jetë sfiduar dhe të ketë humbur përballë një rivali nga brenda partisë, përveç rastit kur ai vetë ka vendosur që kush do të ishte rivali. Të nuk ka asnjë palë zgjedhje në cilën një kryetar partie që është në ushtrim të funksionit futet zgjedhje dhe fiton rivali. Shumë dakord. Prandaj dhe unë besoj që Veliaj nuk ka dashur asnjëherë të zëj vendin Ramës pa miratim
pa aprovim. Unë mendoj, Dhe automatikisht do thotë që s'ka patur konspiracion që ta largonte. Marrëveshje, Nuk bëndet konspiracion me njëri që do bësh marrëveshje. Ti do ta shikosh, do ta veshësh me një lloj bukurie me patjetër më. Në gjendje normale të gjërave. Në gjendje normale. Nardi ka drejt një pikë. Zgjedhjet 2021. Vetëm një pikë ama. Po më dakord. Unë bie dakord me Nardin në një pikë atë. Ta riformuloj se kam. Se ja bën çevi, ka thënë vetë. Po jo mos e mora dhe unë atribute që s'e takojnë vetë. Unë bie dakord me Nardin një pikë. Zgjedhjet 2021-shit prishin një rregull. Prishin një rregull në cilin opozita duhet vinte pushtet dhe majoranca duhet largohej nga pushteti. U prish ky rregull. Dhe u prishën disa balanca ose disa lloj sjelljesh që do të sillnin pastaj automatikisht Bashën kryeministër dhe opozitën në drejtim të vendit dhe Erion Velia sfidant ose kërkues sepse nëse zgjedhjet 2021 do t'i humbte Partia Socialiste, Rama do duhet të jepte dorëheqje. Po. Dhe i vetmi person realisht në atë kohë me pushtetin për të zënë pozicionin e kryetarit të Partisë Socialiste ishte Erion Velia. Në momentin që në 2000 pazar për të zgjedhjet 2021 u prishën, nuk kishte më asnjë lloj logjike që çdo marrëveshje gentlemanësh për një zëvendësim në krye të Partisë Socialiste me mirëkuptim të ekzistonte më. Betejë fillonte për shkak të rezultateve të zgjedhjeve 2021. Dhe në këtë pikë, nëse ka pasur zoti Velie vullnet për ta bërë betejën apo nuk ka pasur, faktet tregojnë që nuk ka pasur vullnet për ta bërë betejën. Sepse nëse kishte një betejë që mund të bënte, ishte një betejë që fillonte ditën kur arrestuan 5 drejtorët e PSD-s, cilët në optikën e zotit Velie besoj që ai kishte projektuar dhe politikisht për të zënë vende në qeverisë. Disa ishin në asamblen e PS-s. Kishte futur në asamblen. Që do të thotë, ai po përpiqej që ata që ishin njerëz jo politik ti përfshinte dal nga dal politikën e Partisë Socialiste për të bërë atë që është. Po është bërë me filmin e Ramës, pra këtu ndahem unë. Pra Rama i ka ditur këto, nuk ka qenë një surprizë. Po normal ma i ka pranuar aksionet e Veliajt, mos bëj kot tani ti. I ka pranuar, më ka pranuar edhe deputetët e Veliajt. Po gjithmonë ka qenë e kontrolluar. Po të thash të kundër. Veliaj në asnjë moment nuk ka qenë element që do ta rrezonte. Kush qëndron pas Rezart? Se mos të hallakatemi. Kush qëndron pas zotit Veliaj? Pas goditjes, sepse avokati thotë që SPAK kontrollohet nga kryeministri Rama dhe nga Berisha këtë goditje. Në atë që nuk e besoj dhe jam kundër, vetëm amerikanë. Si grup armiqësor. Në këndvështrimin tim ju përdorni termin e gabuar. Nuk është term kontroll. Është ndikim. Okej. Sakt. Okej. Ndikim më fal pak, se kam pyetje. Ndikim që shkon në marrje vendimi apo ndikim thjesht informacion? Por ndikimi është ndikim o burr, të mbaron, të mbyt. Jo, dua të mbyt fare. Dua ta kuptoj zoti këtu. Është ndikimi është në varësi të çështjes konkrete. Që do të thotë, nëse një çështje do të hetohet për një vit apo do të hetohet për 5 vjet. Por arrestimi është gjithë diferenca. Arrestimi është produkti i hetimit. Nëse nuk hetohet, nuk mund të ketë arrestim. Kur një çështje hetohet, aty që kur them për ndikim do të thotë, po të merrni shikoni dosjen Velie, do të shikoni që në 6 muaj janë kryer 100 veprime hetimore të ndryshme. Dhe ky është ndikimi. Ndikimi do të thotë që zotëri dashur, kjo dosja ka përparësi dhe do hetohet shpejt, do arrijë në konkluzion shpejt. Po se kishte afate kohore. Jo, gjitha kanë afate kohore. Jo, zoti Velia kishte afate kohore. Jo, se kam lexuar me vëmendje. Teatri nuk ka afate kohore. Nuk e kam lexuar atë, po teatri jo. Po të them unë sa dosje. Nuk besoj, Nardin që Berisha dhe Rama kontrollojnë SPAK-un. E kam thënë. Jo kontrollojnë, ndikojnë është se kontrollojnë duket sikur i kanë xhep. Se pastaj bie që është dështim. Jo. Kurse ata ndikojnë. Ora që është dështim ai do me ne kalema i muhabet mos u lo fare ti për atë punë. Më fal, vetëm një fjali vazhdores, më fal. Dëgjoj se ai fut Çibanin aty dhe pastaj na bën të edhe një herë, kur thua kontroll, po merresh me as vet fjalë. Po merrni për provokimin. Ja, ora. Kur merresh me gjuhën shqipe, kontroll, ndikim dhe un po them, kontroll sikur i kanë xhep, nuk i kanë xhep. Por ndikon në mënyrën e tij për të bërë pastaj të mundur që vlerësimi i SPAK-ut ose i prokurorëve të veçantë të shkojë në favor të atij që kanë ndikuar.
Po kjo Ka që thjesht është tash goditet lideri i opozitës, goditet lideri tjetër i opozitës, goditet kandidanti i Edi Ramës. Kush ka ndikuar për çfarë? Ku ke të drejtë? Kjo është kontroll. Ki ke drejtë. Kjo është kontroll. Po tash godasësh Veliajn ta konsiderosh ndikim të ka prekur se keq. unë dhe Nardi duke qenë se jemi avokat jemi shumë kujdesshëm në termat që përdorim. Jo, dakor. Natë Dhe shumë si jemi, po s'ka gjë. Po mirë, ne mendojmë që jemi. Kemi këtë mendimin që jemi. Kur themi ndikim, do të thotë zotëri i dashur, nëse ti një çështje do hetosh për një vit, nuk do hetosh për një vit, do hetosh për 6 muaj. Nëse ti një çështje do hetosh për një vit, nuk do hetosh për një vit, do hetosh për 5 vjet. Ky është ndikimi. Kontrolli do thotë që ti zotëri i dashur këtë dosjen mbylle. Nuk e bën spaku këtë gjë. Nuk mbyll dot dosjen. Okej, vonon hetimin apo përshpejton hetimin raportin si avokat që jeni, ja dolët kështu për na bindur, po përpiqemi të tregojmë kush është realiteti.